Selam aleikum vajza dhe urojt e jeni mirë. Sot do t'ju tregoj një dhuratë nga Tihana, që do ju lë dhe emrin këtu në Instagram. Në ko po na valaje gjeli edhe mund të vazhdoj. Gjëja parë që duhet t'ju tregoj janë kpucët, që unë i kam vesh, dallohet, dhe janë këto kpucët virale të momentit, Djupi Hermes, që janë super komode. Të gjithë e dini se unë kam këmbë faliqe, ndaj këto ishin shumë të rehatshme dhe unë i kam vesh këto ditë. Kjo tjetër që unë kam marrë është kjo kapelja. Kjo është perfekte për foto, siç unë të bëj shpesh, apo për të mbrojt edhe nga dielli, që unë këtë diellin në Shqipëri apo diellin në përgjithësi nuk e du hiç. Kapelja është fantastike dhe duket kaq bukur kur kombinohet bukur. Shikoni sa të bukur e ka këtë detajin këtu, bashkë me këtë bletën këtu. Pas ka dhe një pusu për ty që jep shumë për të tjerët, por vetes aq pak. Mos haro, ti je hën dhe meriton të ndriçosh. Përzemërsisht Tihana. Sa kuptim plot dhe sa e bukur. Kemi dhe një fustan shifon bardhëzi. Dini çka po e provoj dhe po ja tregoj pra. Goca, si u duket fustani nga atje, sepse nga këtu është një mrekulli. Dizenjo partezi që nuk del kur nga moda, është i përshtatshme ta keni gjithmonë në garderobën tuaj. Me këto shapkat, nga pak më elegant, pak më klasik, bëhet shumë i përshtatshëm për ta vesh edhe në përditshmërinë tuaj. Mund ta kombinoni për shembull edhe me një shall në ngjyrë, por edhe me shall të bardhë ose të zi, dhe dukeni kapelet normalisht për pak mbrojtje më shumë gjatë ditës, sepse kur nuk është keq të mbrohemi nga dielli. Dhe e fundit që duhet t'ju tregoj nga Tihana është kjo këtu. Kush nuk i njeh parfumet bajore? Është esenca Camera Kawa, që do doja t'ju apërcidi aromën atje ku jeni ju, por është i pamundur. Ka një aromë të papame. Duhet ta provoni dhe do më falenderoni. Është fiks ashtu siç e dua unë. Këtë do ma shikoni gjatë.